Dini që nga 15 prilli ka pasur përpjekje të vazhdueshme për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra në njërën anë ka qenë përpjekja e lëvizjes vendosje dhe partnerëve, gjithësisht deputetëve që përfaqësojnë komunitetin jashtë në Republikën e Kosovës, dhe në anën tjetër me mungesën e vullnetit të partive opozitare që të kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërsa që nga 1 maj ka filluar propozimi kryesuesit të seancës për votimin e fshehtë, edhe sot nuk kishte sukses në këtë pikë për faktin se opozita refuzoi që të merrte pjesë në votim, siç kanë bërë për 21 herë në vazhdimsi që nga 1 maj. Sa i përket propozimit që vjen nga partia e tretë që ka dalë në zgjedhje, domethënë nga kryetari i DDK-s, Zotja Gjiku, ne kërkojmë unitet për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e Shkurtit. Kryeministri Kurti është lideri më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës dhe lëvizja vendosje sot është subjekti i parë me më së shumti vota në vend. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vendosje. Ata thonë qeveri e tranzicionit dhe të tjera, por qeveri tranzicionit e kemi për momentin, sepse qeveria jonë, qeveria ndërheqja për detyrë, është edhe qeveri e tranzicionit sepse e kryejmë punën deri në qeverinë e ardhshme. Prandaj le të braktisin këto qëndrime të cilat janë kundër vullnetit të popullit dhe tentojnë që ta minimizojnë siç tha vullnetin e popullit dhe le të kthehemi të unifikuar për ta konstituar. A keni ndonjë propozim tjetër ju si lëvizje vendosje përveç votimit të fshehtë edhe juve si kryetare? Së pari ka pasur përpjekje 6 herë që votimi për Kuvendin të bëhet nuk ka rezultuar i suksesshëm. Këtu kemi edhe letrën e presidentes Osmani, e cila kërkon nga gjitha partitë politike që të kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit, pra nuk i përket vetëm lëvizjes vendosje që kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit. Ne kemi marrë për detyrë dhe përsipër që të kontribuojmë në të pikë, megjithatë nuk është përgjegjësia jona, vetëm e jona, është përgjegjësia e deputetëve të opozitës, por ata po refuzojnë që ta përgjigjem pyetjes së gazetarës. Prandaj në këtë drejtim çka është bërë nga lëvizja vendosje ne kemi adresuar, por në anën tjetër nuk ka vullnet politik që të vazhdojmë. Nësa votimi i mbyllur ka ardhur pas 6 dështimeve, domethënë me votim të hapur, sepse duhet të shihen të gjitha mënyrat për të konstituar Kuvendin, njësoj siç ka thënë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që mund të bëhet me votim të hapur të fshehtë dhe kushtetuar. Uniteta mundëtarje në anën tjetër me qenë se ata po thonë se Algrina Zhyri nuk është unifikuesja. Nëse dikush tjetër është, jeni ju të gatshme që të lini vendin dikujt tjetër, shoqërohet me vendosjen. Jemi përgjigjur disa herë sa i përket kësaj, të drejtën për të propozuar kryetarin e Kuvendit dhe koaliciave vendosje si subjekt i parë, ose si shumë vota në zgjedhje. Prandaj askush nuk mundet që të ndërhyjë në një të drejtë të një subjekti politik, sepse të drejtat kushtetuese janë mbi, si më thënë, preferencat individuale apo të subjekteve të tjera politike. Ne nuk përcaktojmë emrat të zënë të partive të tjera, përndryshe edhe ne mund të themi që jo për nënkryetar Fytim Shala, por Arben Gashi, por përmend Arbenin me ç'është Këndej, apo dikush tjetër. Prandaj mendoj që duhet të braktisin qëndrimet e tjera. Treguat që janë 6 hetime të hapura, mirë ka më shumë hetime të fshehura, për votim të fshehtë. Është 21 sot dhe nuk ka quorum për ta konstituar gjithësisht për ta votuar komisionin. Le të presim sot 4 javë prej që është dërguar një lëndë në gjykatën kushtetuese, s'kemi ende përgjigje, shohim se çka thotë falni. Gjykata kushtetuese dhe pastaj vazhdojmë. Faleminderit.